Imagjino të qëndrosh në buzë të ekzistencës. Pastaj është jeta që ke jetuar. Çdo zgjedhje, çdo fjalë, çdo qëllim i heshtur. Përpara ti është një ur, jo thjesht një ur, por që është më mpret se një shpatë, më e hollë se një fije floku dhe poshtë saj një humner me zjarr përvelues. Të gjithë, pejgamber apo mëkatar, i pasur apo i varfër, duhet ta kalojnë, por jo të gjithë do të arrijnë në anën tjetër. Disa do të rrshqasin si era, të tjerë do të pengohen, zvarriten apo bien. Pyetja nuk është nëse do ta përballësh këtë ur, por si do ta kalosh atë. Dhe përpara se të hedhësh hapin, do të bëhen 7 pyetje. 7 ndalesa, 7 të vërteta. Çdo njëra nuk mund të të ngrej ose të shkatroj. Kjo nuk është mitologji, kjo nuk është simbolikë, kjo është e ardhmja jote, kjo është Sirati. Kur shpirti lë trupin, mbretëria së padukshmes fillon të hapet. Pyetjet e varrit janë vetëm fillimi. Trupi mund të qëndrojë i palëvizshëm në tokë, por shpirti niset në një udhëtim i cili ose do të sjellë lehtësi ose mundim varësisht nga jeta që është jetuar. Por as kjo nuk është sprova përfundimtare. Pas shpalljes së ditës së ringjalljes dhe pas pryrjes së dytë të surit që do të shpojë heshtjen e kozmosit, toka do të nxjerrë të vdekurit e saj. Qiejt do të çahen, yjet do të shpërndahen dhe çdo shpirt do të thirret për të qëndruar në vendin e mbledhjes me sharë. Kjo është mbledhja e madhe në mahsher. Vetë toka nuk do të ngjajë me atë që njohim. E sheshtë, e bardhë dhe e zbrazët. Pa pemë, pa shenja, pa hije për të fshehur. Dielli do të qëndrojë ulët mbi kokat tona, intensiteti i nxehtësisë së tij do të ndryshojë në varësi të veprave të secilit. Disa do të djersiten deri në kyçet e këmbëve, disa deri në gjunjë, disa do të mbyten në djerset e tyre. Çdo shpirt do të jetë i dëshpëruar. Çdo sy i ngulur në fran, duke pritur gjykimin e tij, nuk do të ketë baballar kur të kthehemi as në ana që të qajnë për ne, as miq që të flasin me emrin ton, vetë pejgamberët do të thonë, vetja ime, vetja ime. Në këtë gjendje, libri i veprave do të shpërndahet. Nuk do të jetë një roman i mbushur me metafora, do të jetë një regjistër i saktë i shkruar me përpikëri, që mban çdo vështrim, çdo përshpëritje, çdo klikim, çdo rrëshqitje ekrani, çdo qëllim që ka kaluar nëpër zemrat tona. Kur Kurani i përshkroi atë, tha: "Dhe libri do të vendoset dhe ti do të shohësh mëkatarët të frikësuar nga ajo që ka brenda tij. Ata do të thonë mirë për ne, çfarë lloj libri është ky, që nuk paska lënë asgjë të vogël as të madhe, për pa e shënuar, regjistruar. Asgjë nuk harrohet. Jo, mëkati që e përshpëritet në errësirë, as loti që derdhen në pendim të sinqert. Jo, sadakaja që e dhe në fshehtësi, as thashethemet që mendove se ishin të padëmshme. E gjitha aty e dëshmuar. Dhe nëse libri të jepet në dorën e djathtë, çfarë gëzimi, me lajke do të shpallin suksesin tënd dhe ti do të bërtasesh me lumturi. Ja, lexoni librin tim. Por nëse jepet në dorën e majt ose nga pas shpinës, çfarë të merri, njeriu do të bërtas. Sikur të mos ma kishin dhënë librin tim dhe të mos e dija fare çfarë ishte llogaria ime. Ky libër është e vërteta dhe është ajo që do të mbartësh ndërsa ecën drejt urës së Sirat. Por edhe atëherë përpara se të bësh hapin e parë mbi atë urë të tmerrshme të varur mbi xhehenem, së pari duhet të kalosh nëpër 7 ndalesa, secila e dizajnuar për të zbuluar një pjesë të jetës tënde. Dhe e para është më e rëndësishmja, besimi. Nuk ka të bëjë thjesht me të thënë unë besoj. Ka të bëjë me jetesën sipas atij besimi. Ka të bëjë me atë tek i cili je kthyer kur ishe vetëm, ku t'ju bind kur askush nuk të shihte. Çfarë mbushi zemrën tënde kur bota të ofroi gjithçka përveç Allahut. Në ndalesën e parë do të pyetesh, a besove? A e njohë krijuesin tënd? A ju nënshtruat vullnetit të tij? Ata që kishin zemra bosh nga besimi, që mohuan ose dyshuan deri në frymën e fundit, do të bien në këtë pikë. Ata nuk do të ngjiten as mbi urë. Ashtu siç Kurani thot në surën Mejre, ajeti 71. Nuk ka asnjë prej jush që nuk do ta kaloj atë. Kjo është një dekret i përcaktuar nga Zoti yt. Në ajetin 72. Pastaj ne do t'i shpëtojmë ata që kishin frikë Allahun dhe do t'i lëmë keqbërësit aty të gjunjëzuar. Besimi nuk ka të bëjë vetëm me rituale. Ka të bëjë me një marrëdhënie më të padukshme. Ka të bëjë me bindjen në zemrën që shndrohet në vepra. Ata që ushqyen këtë besim do të ecin përpara, ndoshta duke u dridhur, por duke lëvizur. Dhe për ata që nuk besuan kurrë ose jetuan sikur të mos besonin, ferri me xhemba dhe grepa do t'i kap përpara se të hedhin hapin e parë. Por besimi vetëm nuk mjafton, sepse besimi mbështetet nga veprat. Dhe vepra e parë që dëshmon besimin është namazi. Ndalesa e dytë do të pyes: a je falur? Jo thjesht a bëre disa lëvizje, por a qëndrove me nderim, a u përule me sinqeritet, a u përule me zemër, jo vetëm me ballë në tokë kur ti bën sejdë. Pejgamberi Muhammed alayhis salam tha: namazi është shtylla e besimit, e fesë, kush e vendos atë vendos besimin. Kush e le pas dore, shem besimin, fen. Namazi është takimi yt me Krijuesin.
5 herë në ditë, rasti vetëm ku shpirti takoi me Zotin e vet në intimitet dhe për ulësi. Nëse ai takim u injorua, nëse ajo kohë u ngut, u anashkalua apo u shty gjithnjë, atëherë si mund të pritet kalimi i lehtë mbi urën e Siratit? Dhe kujto namazin nuk është vetëm 5 momente ditore, është një disiplinë që pastron zemrën, mprej shpirtin dhe na rreshton me qëllimin hyjnor. Nëse namazi yt është i plotë, i sinqert dhe i rregullt, me lajket do të ndihmojnë të ecësh përpara. Nëse namazi yt është i thyrë, i munguar apo i pandershëm, udhëtimi yt do të bëhet më i vështirë. Mund të rrshqasësh, mund të zvarritesh, mund të biesh, nëse kalon ndalesën e dytë e treta të pret. Pasuria, veçanërisht, si e fitove dhe si e shpenzove. Allahu nuk krijoi pasurinë për të provuar vetëm të varfrit. Ai e krijoi për të provuar ata që e kanë. Do të pyesësh, a dha zakatin, a ndihmove jetimin, nevojtarin, të lënën, apo jetove në luks, sa të tjerët vdisnin për bukë. Çdo monedhë që u grumbullua padrejtësisht do të bëhet një zgjarpër në ditën e gjykimit, duke mbështjellë rreth qafave të pronarëve të saj. Ata që nuk dhanë zakat do të shohin pasurinë e tyre të shkrirë në pllaka zjarri, duke i djegur anët dhe ballin e tyre, ashtu siç Allahu paralajmëron në surën Taube. Bamirësia nuk është bujari, është drejtësi, është kthimi i asaj që nuk ishte kurrë në të vërtetë e jotja. Është pastrimi i asaj që mbetet, dhe nëse përmush atë detyrim dhe për hir të Allahut, jo për lavdi, jo për famë, atëherë ndalesa e tretë do të lejojë të kalosh. Më pas vjen ndalesa e katërt, që është agjerimi. Po ju që besuat, agjerimi ju është caktuar juve, siç u caktua atyre përpara jush, që të mund të arrini devotshmërinë. Surja Bekare 133. Ramazani nuk ishte thjesht një grevë urie, ishte një muaj për të uritur egon, për të heshtur nesën, për të kujtuar të uriturit dhe për të pastruar shpirtin. Do të pyesesh, a agjerove, a e shfrytëzove mëshirën që u derdh në atë muaj, a u përmbajte jo vetëm nga ushqimi dhe pijet, por nga mëkati, fjalët e ndyra, arroganca dhe pakujdesia. Shumë do të arrijnë në këtë ndalesë duke menduar se agjeruan, por do ta gjejnë agjerimin e tyre të refuzuar sepse nuk e frenuan gjuhën, shikimin apo zemrimin. Pejgamberi paqja qoftë mbi të tha: ka njerëz që agjerojnë dhe nuk marrin asgjë nga agjerimi i tyre përveç urisë dhe etjes. Por nëse agjerove me sinqeritet, durove me durim dhe dole më i fortë shpirtërisht, atëherë drita jote do të shkëlqejë më shumë dhe hapat e tu do të bëhen më të qëndrueshëm. Me çdo pyetje, Sirati afrohet. Me çdo ndalesë të kaluar, udhëtimi bëhet më i fortë. Zjarri poshtë vazhdon të flakërojë, ura vazhdon të shtrihet, e mpret dhe e holl.